Si po shkon fushatat zellore? Deri tash fushatat zellore ka ecë mjaft mirë, po shumë qytetarë që deri tash janë konë paknoq me qeverisjen aktuale, edhe tash të besoj që përmes lëvizjes ka pas ndryshime dhe sigurisht që fushata po ecë mjaft mirë. Deri tash mundna me thonë, pritëm që po më punë halo ma mirë ditë vazhdim. Cilat janë arsyet që po kandidoni për Asamble Komunale? Arsyet që po kandidoj për Asamble Komunale sigurisht që janë të shumta për bazuar situatën politike tamë, sidomos në komunën tonë, po ashtu domethënë përveç situatës ekonomike, krimit dhe shumë probleme tjera të cilat barafaqohen qytetarët e komunës tonë, edhe në mendoj që përmes do të thotë alternativës lëvizjes vetvendosje na mundna me pas ndryshime shumë të mëdha, edhe që domethënë këto ndryshime mund më po veç nëse vjen domethënë komunën tonë lëvizja vetvendosja do të thotë më pothuajse vendin. Fushatat zellore deri me qanë me qimë të në kemi me duket që është në rritje sigurt. Cilat janë arsyet që keni kandiduar për Asamble Komunale? Arsyeja kryesore është se kemi pasur diçka do të ndrohet. Për të ndrohet diçka do të bëjmë një bashkim. E bashkimi që një Fushata mirë të shku domon, por kemi angazhim domon për çdo pika. Cilat janë arsyet që keni kandiduar për Asamble Komunale? Arsyeja është demokracia e brashme domon që të thënë vetvendosje. Fushata ka punuar mirë dhe po vazhdon ashtu siç e kemi pritur. Besoj që do të ketë edhe më tepër për kraje nga gjithë qytetarët e komunës së Dardanës. Cilat janë arsyet që keni kandiduar për Asamble Komunale? Arsyet që kam kandiduar për Asamble Komunale janë të ndihmojnë qytetin tim, dhe të vetësojmë qytetarët sa më shumë të votojnë lëvizjen vetvendosje. Falenderoj me respektin më të madh dhe respektin tuaj që na kanë nderuar me pjesëmarrjen tuaj në këtë tubim madhështor, duke u bazuar në vërejtjet tuaja, në gjendje në të cilën gjendet populli i komunës së Dardanës, ne kemi caktuar prioritetet tona që do të jenë zgjidhje për ju në këto 4 vite të ardhshme, që do të hapëm një zyrë pranë zyrës së kryetarit të komunës, në të cilën do të punësohen ekspertë lamive të ndryshme, ku detyra e tyre do të jetë dizajnimi i projekteve dhe planeve biznesore. Lëvizja vetvendosje në këto zgjedhje hyn e vetme në garë. Të vetmi koalicion të cilin e ka lëvizja vetvendosje ka me popullin e Kosovës, kryesisht me popullin të thotë të Dardanës. Andaj, duke ditur konceptin dhe programin e lëvizjes vendosje, i cili është i vetmi koncept që ofron zgjidhje, ju ftoj që me 3 nëntor ta votoni lëvizjen vendosje me numër 61. Faleminderit. Me alternativën qeverisëse lokale, ne do të rrisim për krahjen për kulturën dhe aktivitetet rinore. Dhe duke qenë se vetvendosja është e ardhmja e të gjithë të rinjeve dhe të gjithë Kosovës, ne i ftojmë që të bashkoheni dhe të votoni lëvizjen vetvendosje. Lëvizja vetvendosje është duke u strukturuar çdo ditë dhe dita ditës po forcohet dhe masivizohet dhe ka programin e vetë të qartë, alternativen qeverisëse, të cilën e shpalosi Ardiani, dhe vullnetin e madh se si të zhvillohet vendi, se si të qeveriset komuna. Prandaj, në këtë vend ka shpresë dhe rrugdalje, ata të cilët garojnë për pushtetin lokal nga radhë e lëvizjes vetvendosje, ata të cilët do të jenë zyri juaj, ata të cilët do të keni nderin që të keni në asamblen komunale.
jam unë si kryetari i qendrës, Arsim Thaçi, me profesion jam historian. Numër 2 është Ardian Selishta. Ftoj në skenë. Numër 3, Briken Ramabaja. Me numër 4 vjen Blerim Morina. Numër 5 është Edon Dermaku. Numër 6 është Vlora Rudhani. Me numër 7 është Qazim Jashari. Me numër 8 vjen Zia Kastrati. Me numër 9 vjen Blerin Kryziu. Numër 10 është Abedin Ajvazi, vjen nga Pika Kopernicës. Me numër 11 vjen Bajram Vranja. Me numër 12 vjen Mirhane Morina. Me numër 13 është Valdini Sufi. Me numër 14 vjen Gjevat Reka. Me numër 15 vjen Leonor Sulejmani. Me numër 16 vjen Visar Kallaba. Numër 17 vjen Jetgzon Bunjaku. Numër 18 vjen Gjevri Latifi. Me numër 19 është Lendita Emini. Numër 20 është Arlinda Demolli. Me numër 21 vjen Ylber Fera. Me numër 22 vjen Skënder Keqmezi. Me numër 23 vjen Kaltrina Hyseni. Dhe numër 24 vjen Arsim Hida. Fjalen tash ja kaloj liderit lëvizjes vetëvendosje, deputetit Parlamentit Republikës Kosovës, Zotri Albin Kurtit. Lëvizja vetëvendosje është alternativa e re, ndërkaq të tjerët kanë premtime të vjetra. Nuk ka nevojë që njerëzve të premtimeve të vjetra, të cilët rregullisht e zhgënjyen popullin e Dardanës, t'ju jepet edhe një shans. Shansi është lëvizja vetëvendosje, shansi është 3 nëntori, shansi është Ardian Selishta. Lëvizja vetëvendosje e ka kandidatin më të mirë për kryetar, i ka kandidatët më të mirë për asamblen komunale, e ka alternativën më të mirë qeverisë lokale dhe krejt çfarë i duhet është dalja masive në zgjedhje me 3 nëntor në mënyrë që fitoria jonë të jetë masive. Prandaj, unë ju ftoj të gjithë ju dhe secilin prej jush që të mos e leni asgjë votën e juaj, por në mënyrë masive të drejtoheni kutive të votimit me datën 3 nëntor dhe asisoj të bëjmë ndryshimin e madh që e duan qytetarët e Dardanës, që e do e gjithë Kosova, që e do populli shqiptar. Ju falenderit shumë.